normalisht që metet për me umbajt men në kujtimin e këtyre fëmijëve gjeneron shpesoj se cili prej këtyre tjenë në të ardhmen ta përfaqësojnë edhe Kosovën, pse jo edhe të luajnë edhe jashtë Kosovës, me që kanë kaq shumë cilësi dhe kanë ambicie, luftojnë shumë për ato. Po du me theksu për fund që një prej atyre që kanë kaluar në për elit dhe sot po na bën krenar çdo ditë më shumë është edhe Aslani që ka qenë pjesë e elitës. Por, alertaj kitë pushimit verore, me u lidh me përfaqësuese në Adhe Redone, kena pjesë përfaqësuese Kosovës me U15. Po. Edhe domethënë edhe Fisi ka kaluar në për dur tona. Ti ke pas rast me njoftu edhe Valionin vllon tëm. Valion Aslani dhe ai ka punuar me Fisin, rrjedhë më shpejt karrierës kur ja ka nisi trener, Fisi ka kohën e lirë, me thonë pushimet i ka shfrytzuar, me ushtru me klubet tëna. Jo vetëm tëna në klub, po ka qenë i ka provu këtë servitet edhe në Kosovë. Përderisa kena bën një punë të jashtëzakonshme edhe me Fisin, që tash vlerësohet çaj sakrifica që ka bërë Fisi, që shumica nuk e shohin mbrapa skenës, po në relacione kon familjar e di detajet, çka bën, çka hiq djali, se nuk është lehtë me mri futboll, besam. Është një rrugë shumë e gjatë. Edhe shpesh me babën e vet ka pas raste kur kena diskutu, atë kujtohet ky rast, atë kujtohet ky rast, atë kujtohet kur ta bëj ke një familjar në kuptimin e figurat e vojë mytë djalin, nuk e myta, e kena zgjidhur një rrugë ndoshta të gjatë, po tentojna me mri. Edhe realisht Fisi veç e ka mri. Tash është u diskutuar për tregun e transfereve, ku ka më shku, te ka më shku, edhe ai presioni që na bën vet Loriko a ditë, halo ka më qendru. Edhe nuk është lehtë me bën një transfer till. Është ai a ka më marrë dikush, a ku me pas sukses, ku do që të shkon, edhe Fisi edhe secili. Po kjo i bjen që edhe këta me punu, se Fisi ka pas rrugën e shtirë, edhe këta kanë me pas shtirë. Do të me di që rruga e futbollit edhe sportit, posaçërisht e futbollit është e shtirë se çdo herë do të me kanë gati. Edhe Fisi ka pas atë rrugë, edhe tash po del që është po bëhet ndoshta figura kryesore e lojtarëve të Kosovës.